Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Harrojeni farmacit, sytët e kjo vitamin dhe do trajtoni këto probleme pas të 50-ave. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme për trupin e njeriut pasi shërben për ndërtimin e ADN-s dhe ARN-s, kujtesën, humorin ton dhe për sistemin e tretjes. Edhe pse mungesa e vitaminës B12 mund të shkaktojë gjithashtu edhe simptoma të tjera si këputje trupi, vështirësi në frymëmarrje dhe dobësim të muskujve, ajo mund të kalojë shumë kohë pa u diagnostifikuar. Ja cilat janë disa nga arsyet pse e keni të nevojshme më shumë në dietën tuaj vitaminën B12. Nëse jeni vegetarian, mënyra e vetme për të përfshirë vitaminën B12 në dietë është të konsumoni mish, qumësh dhe vezë. Nëse i shmangni produktet e kafshëve, atëherë me siguri mund të keni mungesë të vitaminës B12. Mungesa kronike e vitaminës B12 mund të shkaktojë zbehje të lëkurës dhe dobësi. Nëse jeni mbi 50 vjeç, mosha sjell me vete lirinë dhe mençurinë, por fatkeqësisht ajo sjell më shumë problematika në trup. Një ndër to është edhe pamundësia për të zbërthyer vitaminën B12 nga dieta. Për fat të keq, shenjat e mungesës së vitaminës B12 në këtë moshë gatrohen shpesh pasi faji i vjet moshës. Nëse ju jeni mbi 50 vjeç, mirë është të merrni suplementet e vitaminës B12 për të qëndruar në formë akoma më të mirë. Nëse pini rregullisht alkool, kjo vitamin duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Nëse pini çdo mbrëmje një gotë verë, atëherë mund të keni të ulët rezervat e vitaminës B12. Kjo ndodh sepse mëlçia juaj luan një rol kyç në ruajtjen e vitaminës B12. Prandaj shijojeni një gotë verë në darkë me miqt, por mos harroni të merrni vitaminën B12 kur të ktheheni në shtëpi. Nëse merrni ilaçe për refluksin e acidit, kjo vitamin duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Edhe nëse keni pasur ulcer në të shkuarën ose merrni ilaçe për të, probleme me stomakun dhe ilaçet që trajtojnë këto pengojnë trupin të zbërthejë vitaminën B12. Prandaj mjekët sugjerojnë nëse po trajtoheni me refluks acidi të merrni edhe vitaminën B12. Nëse jeni diagnostifikuar me diabet ose me sëmundje të tjera autoimune, kjo vitamin duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Problemet e sheqerit në gjak dhe sëmundje të tjera si Hashimoto dhe lupus pengojnë trupin dhe përthith vitaminën B12. Edhe nëse jeni konsumues i rregullt i mishit, duhet përsëri të merrni suplementet e vitaminës B12 që të jeni të shëndetshëm. Mungesa e vitaminës B12 lidhet me një sër diagnozash të frikshme. Nivelet e ulta të saj rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër, depresion dhe probleme të ankthit, si dhe probleme të shëndetit mendor si Alzheimer dhe autizëm. Vitamina B12 luan një rol kompleks për organizmin e njeriut. Përveç rolit të saj për energji, kjo vitamin është e dobishme në shumë prej funksioneve nervore. Në këtë video do të mësoni arsyet pse kjo vitamin është e pasvendësueshme për shëndetin dhe trupin tuaj. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është të nxjisë prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut dhe nervave, të sintetizojë mielinën e cila është proteina që vesh nervat, të ruajë ekuilibrat aminoacideve dhe të detoksifikojë hormonet. Të gjitha këto funksione janë thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe kujtesën. Përthithja në organizëm e vitaminës B12 varet nga një sër faktorësh kur përfshihet ushqyerja, tretja dhe vitamina të tjera të tretshme në trup. Në sistemin tretës, vitamina B12 ka nevojë për proteinën mbartëse me të cilën lidhet më pas dhe rrugëton në të gjithë organizmin. Me kalimin e moshës, funksionet e organeve humbasin efikasitetin e tyre, gjë që ndikon drejt për së drejti në stomak. Nëse stomaku nuk sekreton mjaftueshëm acide tretëse, përthithja e vitaminës B12 do të jetë e vështirë. Ky proces vështirësohet edhe nga inflamacioni i zorës, çrregullimet imunitare, anemia dhe disa barna që përdorni. Kjo vitaminë është funksionale dhe shumë e rëndësishme për organizmin tuaj. Mungesa e saj gjithashtu mund të lidhet me shqetësime të forta të imunitetit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë edhe madje në niveleve të vitaminës B12 dhe nëse është në doza vërtet të ulta, ndikime negative do të jenë të larta. Kjo vitamin ka ndikim edhe për plakjen e trurit. Të dhënat tregojnë se nivelet e ulta të vitaminës B12
përshpejtojnë në çrregullime mendore siç janë dëmtimet e nervave dhe dobësimi i komunikimit mes tyre. Gjithashtu, nëse organizmi nuk përmban sasinë e duhur të kësaj vitamine, atëherë transmetuesi nervor do të jenë të pakët. Vitamina B12 sintetizon transmetuesin nervor siç janë dopamina dhe serotonina, kësaj paqëndrueshmëria emocionale dhe prishja e cilësisë së gjumit janë të paevitueshme. Mungesa e vitaminës B12 shënjestron edhe shëndetin vaskular. Në pamjaftueshmërinë e vitaminës B12, enet e gjakut ngushtohen dhe bëhen më të ngurta, duke i çelur rrugën arteriosklerozës. Të gjitha këto paksojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe rrisin sasinë e gjasave të goditjes nga ishemia. Suplementet e vitaminës B12 ofrojnë mbështetje premtuese për shëndetin e trurit, por sipas të dhënave, vitamina B12 mund të merret edhe nëpërmjet ushqyerjes së shëndetshme. Nëse jeni duanpirës, jeni më të rrezikuar nga humbja e kujtesës dhe funksionet të dobësuara të trurit. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjimet ushqimore të pasur me mish, të cilat vështirësojnë përthithjen e vitaminës B12. Ushqimet me vitaminë B12 janë sardelet, salmoni i egër, drithrat e plota, qumshti, kosi, djathi, bardhë dhe vezët. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjimet ushqimore të pasur me mish, të cilat vështirësojnë gjithashtu edhe përthithjen e kësaj vitamine. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme në aspektin tuaj ushqyes. Ajo është një lëndë zakonisht e rëndësishme jetike, e cila rregullon gjithashtu funksionet e trupit nga truri deri te kockat. Megjithatë, është një nga vitaminat që mund të humbas lehtësisht. Suplementet e vitaminës B12 përdoren kryesisht kundër stresit edhe për rritjen e niveleve të energjisë në organizëm. Mungesa e saj nga ana tjetër shkakton komplikacione ose probleme të tjera për shëndetin. Mungesa e vitaminës B12 të moshuarit është një faktor nxitës për sklerozën dhe degenerimin e funksioneve të trurit. Këtu përfshihet edhe skleroza e shumëfishtë dhe sëmundja e Parkinsonit. Nivelet e ulta të kësaj vitamine shkaktojnë gjithashtu luhatje humorit, depresion dhe ankth. Marrja e kësaj vitamine rri më këmbë gjendjen e brendshme të njerëzve në vetëm një javë. Mungesa e saj ashtu lidhet direkt me shfaqjen e ishemisë. Në mungesën e vitaminës B12, nivelet e homocystinës në gjak janë shumë të larta. Një gjë e tillë rrit rrezikun e arteriosklerozës dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Kur nivelet e vitaminës B12 janë të ulta, organizmi ka të vështirë të prodhojë ruaza të kuqe të gjakut. Kësaj organizmi është i predispozuar të preket nga anemia. Lodhja është simptoma më e zakonshme njerëzve që kanë nivele të ulta të vitaminës B12, por lodhja e vërtet mund të jetë një shenjë pothuajse çdo gjëje tjetër shëndetësore. Shenjat të tjera të mungesës së vitaminës B12 përfshin humbje të peshës, kapsullak ose diarre, nauze të vjella, fryrje barku, shtim të gazrave, gjithashtu mpirje ose ndjesi të shpimit të duarve dhe të këmbëve, humbje ekuilibri dhe një gjuhë e kuqe. Tani me qenë se trupi jonë nuk prodhon natyrshëm vitaminën B12, është e mundur ta merrni atë vetëm përmes ushqimeve, disa prej të cilave gjenden në prodhime shtatëzore dhe në ushqimet e detit. Kjo vitaminë është e rëndësishme edhe në gjendet në ushqime siç janë peshku, mishi, shpendët, vezët, qumshti dhe nën produktet e tij. Vitamina B12 nuk gjendet te ushqimet bimore, por drithrat që konsumohen me qumësht në mëngjes janë të pasura me këtë vitaminë. Sardelet në veçanti janë të pasur me vitaminën B12. Një sasi prej 150 gram sardele përmban 200% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Trofta është një shembull tjetër i burimit të shkëlqyer të vitaminës B12. Një sasi prej 100 gram troftë ofron 125% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës B12. Nga ana tjetër, një sasi prej 200 gram salmon të pjekur ofron 80% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine, kaq të rëndësishme për funksionet vitale të trupit. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.